mjekojnë pa analiza, për shumë. Ku në botë mund të vesh të vizitohesh, e të japë që ilaçin ti se pa bërë analizë. Ka ndyrë të lartë, ka azotemi, ka tiroidin, ka kalcium, ka elektrolitet, natrium, ato tullura, apo tjera, nga i do kontrollosh. Po merë ilaçe, shkoj ilaçe, merë edhe pi, edhe ik. E kur vjen puna, janë shtëmbrur njerëz me zikin pazarit. Pse? Smjekohet që në fillim mirë edhe, që dhe një atësi durike 5.000 lekë, e se bëjnë, që bëkon nga i gjundë. Ky ishte shqetësimi ngritur për televizionin 6+ Vlora nga ish drejtori i Spitalit Rajonal të Vlorës Luter Nuraj. Qytetarët në Vlorë mjekohen pa bërë analizat. Kjo sill probleme shëndetësore dhe për shkak të mos respektimit të sistemit të referimit si dhe një kontrolli të imtësishëm shëndetësor. Nga ana tjetër edhe vetë qytetarët shprehen të ndarë në qëndrimet e tyre. Një pjesë e mirë theksojnë se e detyrohen të shkojnë tek privati, pasi radha për të realizuar analizat në shtet nuk ju vjen kurrë. Ndërsa ka edhe nga ata që shprehen se shërbimet mjekësore i marrin jashtë vendit. Që analiza që bësh? Analiza, kontrolloheni, check-up, bëni. Pse ta lesh me mua? Pse? Unë jam pensionist. Po pensionist. Stafrojnë të dera. Stafrojnë të po stafrojnë. Kush nuk ta? Shiko, dëgjoj mua. Normal, dëgjoj mua. Se ti je i vjetër. Unë jam Guri Gjuveli, mësues i edukimit fizik në Alidemi. Me 10 vjet, po dëgjoj mua. Ja pse ndodh kjo punë. Ajo më jep mua një flet për kontroll të zemra për 4 muaj. Për 4 muaj jo vetëm që ka vdekur, po nuk ngrihem më. E dyta. Analizat kanë 5 vjet që nuk njihen për pensionistat. Arsyen e dinë ata. Shteti s'ka. Pse s'ka shteti? Shteti kishte. Dhe detyroheni që ju të paguani. Po jo të paguajmë, po të jo vetëm të paguaj, po të rapatesh. Keni marrë ilaçe? Ja të lutem shumë, gjë babën muat. Vetet e mjeku i prostatës, stjep. I ke bën, sot, eko privat, ose mbas 6 muajsh. Vete merë për këto, për gjumë nuk ka, bjem recet. Pra s'janë me rimbursimi, blet? I bleva të dy. Sa kushtoj? 9.500 lek, 10.000 lek. Nga 20, më këtheu 10.100 lek. Analizat që prejgjemu, po nuk bëjë sepse kam bërë në Tiranë edhe në Fjerë. Për diabete, për ultra. Po analiza gjaku? Në atë gjitha, unë jap gjak dorë më dorë. Po sa eri bëni analizat në vit? 2 herë. 2 herë? E kam që regull që kam në zëmra. Në si ju dale? Asë në gjë, asë në dyra, asë këto të tjerat. Po dherë më sot jam mirë. I bëni në shtet apo në privat? Në shtet. Po në Pjerë në Tiranë. Po në Vlorë pse? Në Vlorë jo, sepse kam lidhur me ata që në fillim që jam bërë operacion në zëmra, edhe jam lidhur me ata. I bëj. Sa herë në vit? Unë i bëj më shumë në Italia, se sa. Pse në Itali? Po kam djali. Po këtu se keni bërë? Po edhe këtu i bëj. Dallon Besojmë, këta kemi. Dallon mjekësia italiane me shqiptare, ku dallon? Kanë qikë sjellje më të mirë ata. Jo se kanojnë gjemë shumë, po sjelljen e kanë qikë më të mirë. Po kur i bëni këtu, i bëni në shtet apo në privat? Po ku ka shtet? Privat. Në privat? Po. Paguani shumë? Po që do bëj? Me 90.000 lekë që marrëm net keqe nëna. Por ka edhe qytetarë që janë skeptik kur pyeten për sistemin shëndetësor dhe kontrollet që ata duhet të ushtrojnë tek mjekët. Madje nuk mungojnë as batutat, e kuptohet, lojra fjalësh me shëndetin. Florën për plazhin, të bëj popull. Analiza shëndetësore në bëni? Të gjitha që... Më shumë nga ty këtu, që analize do bëjë? O sportist karriere 50 vjetë, unë do i bëj analiza? Qytetarët kanë edhe mirënjohje ndaj mjekëve kur u shërbejnë mirë. Asë një lek, asë toti, asë shëqëri, vetëm një peshk. Si që kështë zotëria këtu, marim në një balami, tha në një lavarak në një qazëm neve. Edhe e prind doktorit? Jo, i them, urdo këtë dhe në ma do për analiza, më se analiza për 6.000 leka, kurse peshk nuk bën 6.000. Pra jep një peshk unë jo? Po një peshk,
dhurat. Edhe na jep dhurat analizën. Sistemi shëndetësor sot po ndeshet me probleme për të cilat duhet fillimisht që të jenë vetë qytetarët që të reagojnë e të kërkojnë kontributin që paguajnë çdo ditë vetëm për një rast të vetëm të vështirë në jetën e tyre.